Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama, i cili në podcastin e tij Flasim foli për projektin e Zvërnecit dhe protestat qytetare. Në një video mesazh të ndarë në rrjetet sociale, Berisha shpreh se lëvizja qytetare do ta realizojë qëllimin e saj, largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Tirana njohu protestën më të fuqishme në tërë ekzistencën e saj, mbase 200.000 qytetarë vërshun në sheshet dhe rrugët e saj me kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës. Por, siç ka faktur historia, diktatorët të vërbuar nga pushteti nuk ndigjojnë të tjerët, nuk njohin realitetin dhe sfundi nuk marrin ndonjëherë vendime të drejta. Ai sot, në monologun e tij, u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Ramës, por edhe të një agjensie, janë të tëra akte antidemokratike. Ndal gjërësisht në mendsinë e tij të vjetër komuniste për fashistët dhe thirrjet fashiste të protestuesve. Edi Rama me këto nuk mund të mashtrosh njeri. Protestuesit janë në një mision të madh të përmbysjes së diktaturës autokratike që instalove bashkë me klanet e drogës, organizatat kriminale dhe qeveritarët e tu. Kjo protest, kjo lëvizje nuk ka të ndalur, do realizoj plotësisht misionin e saj. Duke theksuar sërish se Rama duhet të japë dorëheqjen, Berisha e cilësoi protestën si një lëvizje çlirimtare në raport me atë që ai e quajti diktaturën e qeverisë.